Me rastin e festave të nëntorit, Qendra për Kulturë në Krçov ka përgatitur një sër aktivitetesh kulturore. Drejtori Mazllam Osmani, duke folur për itinerarin e festave, njoftoi se programi festiv do të nisë më 22 nëntor në bashkëpunim me shkollat shqipe të qytetit me një program madhështor kushtuar ditës së alfabetit shqip. Aktiviteti do të vazhdojë deri më 28 nëntor, kur shkolla e qytetit do të organizojë një program të veçantë për shënimin e ditës së flamurit dhe pavarësisë së shtetit shqiptar. Po, ashtu siç pritet me rastin e festës alfabetit më 22 nëntor, Qendra e Kulturës organizon manifestimin qendror, ku për skaj shkollës Vallëve dhe orkestrit i cili funksionon pranë Qendrës së Kulturës, në këtë manifestim do të marrin pjesë edhe shkollat fillore dhe ajo e mesme në gjuhën shqipe, dhe besoj se do të pasojë një spektakël i vërtet. Përveç kësaj feste, në kuadër të festave të nëntorit, pastaj kemi edhe një promovim libri dhe një shfaqje për fëmijë nga Teatri i Gostivarit, shfaqje e cila do të mbahet në datën 26 nëntor, dhe më pastaj në datën 28 nëntor, Shkolla Fillore e Qytetit ka manifestimin qendror me rastin e ditës flamurit shqiptar.